Nga orët e para të mëngjesit, me 25 kamera dhe 30 gazetar, Radio Televizioni Ora News ka filluar transmetimin e drejt për drejt të protestës së opozitës. Duke filluar me korrespondentët nga të gjitha qytetet e Shqipërisë dhe gazetarët e shpërndarë në të gjitha zonat e Tiranës, në kohë reale dhe transparente u transmetua informacioni për zhvillimin e protestës dhe masat e marra nga policia. Gazetarët Sonil Frashëri, Manjola Hasa, Everest Dedaj, Pranvera Bozhiqi, Keti Banushi, Florinda Merko, Nertila Dosti, Jonida Tashi, Flutura Tota dhe korrespondentët në rreth kanë sjellë për publikun informacione dhe intervista me organizatorët e protestës dhe opinionet e protestuesve. Hap pas hapi, zhvillimi i protestës dhe çdo detaj i saj u pasqyrua me ekipet e xhirimeve në terren në lidhje direkte të instaluara në pikat kyçe. Protestuesit, forcat e rendit dhe të gjithë ata që ishin kurioz u bën protagonistët e kësaj proteste, e cila me syrin e kamerës së Ora News serviri të vërtetën e vetme. Unë do të jemi fundit që do të largohemi. Protesta e organizuar nga Partia Demokratike është transmetuar live nga Radio Televizioni Ora News edhe në rrjetin social Facebook dhe YouTube, ku ka pasur mijëra ndjekës. Kjo nuk është ngjarje e parë që Radio Televizioni Ora News transmeton në kohë reale dhe në mënyrë transparente. Edhe këtë herë, Radio Televizioni Ora News dëshmoi se është televizioni i parë për të përcjellë lajmin e fundit.